Universitetet po rezultojnë hallka më e dobët e sistemit arsimor në vend. Rënja e numrit të studentëve dhe rritja e fondeve nuk po shoqërohet me rritje të cilësisë, teksa hendeku ndërmjet nevojave të tregut të punës dhe programeve të studimit po zgjerohet në vend që të ngushtohet. Tani kur teknologjia po formeson të gjithë aktivitetin jetësor kudo në botë, universitetet shqiptare nuk kanë në gjendje të zhvillojnë bazat më të thjeshta të kërkimit as në nivel pedagogësh, teksa aftësitë digjitale të një pjese të stafit dhe studentëve mbeten të kufizuara. Ndërmjet vitit 2016-2024 numri studentëve ka rënë me 13.5%, teksa në universitetet publike rënja është dyfish më e fortë me 25%, sipas të dhënave zyrtare të Instat. Qeveria ka shpallur një reformë të re në fillim të këtij viti që synon të trajtojë problematikën me arsimin e lartë, por reformat në arsim zakonisht shtyhen nga emergjencat e momentit, për shkak se nuk i japin rezultatet sot për nesër, por kanë koston më të lartë në zhvillimin afatgjatë. Sipas dokumentit zyrtar të Ministrisë së Arsimit për Universitetin 2030, vjet një theks më i fortë në lidhje mes arsimit të lartë dhe tregut të punës. Për herë të parë, universitetet orientohen të profilizojnë ofertën akademike sipas nevojave reale të ekonomisë kombëtare dhe rajonale. Sipas dokumentimit të Ministrisë së Arsimit, një tjetër risi qendrore është zvendosja e fokusit drejt kërkimit shkencor dhe inovacionit si shtyllat e arsimit të lartë.